Shtimi I temperaturave ka sjellë rritjen e rasteve të zjarrit në natyrë dhe disa rajone të Shqipërisë. Autoritetet kanë raportuar shumë vatra zjarri, nga të cilat 5 janë plotësisht në lagjen Mudhiri Art në Delvin, fshatin Alarup të Pogradecit, rrugën e Elbasanit në Tiranë, fshatin Ril në Lezhë dhe fshatin Mala në Mirdit. Megjithatë, 2 vatra zjarri vazhdojnë të jenë aktive dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme, njëra në fshatin Dhaman, Himar dhe tjetra në fshatin Kolç në Kukës. Në përpjekje për të kontrolluar situatën në terren, janë angazhuar 3 automjete zjarr fikse dhe 12 efektiv të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit në Himar, si dhe 40 efektiv të forcave të armatosura nga Gjirokastra, të cilët operojnë në 4 automjete transporti dhe helikopter. Mbështetjen e kanë dhënë edhe 30 forca shtesë nga shërbimi pyjor, ndërmarrja e shërbimeve publike Himar në njësinë administrative rreth Himar, Hor, Vranish dhe Lukov për të garantuar fikjen e plotë të zjarreve dhe shmangjen e përhapjes së tyre në zonat e tjera. Autoritetet apelojnë qytetarët për kujdes maksimal gjatë këtij sezoni dhe ngren vigjilencën për të parandaluar përhapjen e zjarreve të reja.